E me këtë 1 miliard euro, blerjeve të armatimit dhe pajisjeve ushtarake, do t'ja bashkangjesim edhe fabrikën e dronëve dhe fabrikën e municionit dhe rezervën vullnetare që çdo qytetar i Republikës Kosovës do t'i kryej trajnimet verë e dimër, disa javë dhe do t'a ketë pajisjet prej çizmeve deri tek arma në adresën e caktuar në kazermën e veçantë të Forcës Sigurisë Kosovës. Rritjen ekonomike e kemi 4%, pra kena mundësi edhe me shpërnda mjete, sepse ka rritje ekonomike. Rritje ekonomike më shumti është duke përjetuar pikërisht sektori privat, që është bardhësi kryesor i punësimit, për çka i falenderojmë bizneset tona të ndershme e punëtore. Për 6 vjet u është dyfishu qarkullimi nga 12.5 miliard në 25 miliard, ndërkaq ma shumë se dyfish ju ka rrit fitimi prej ma pak se 900 milion euro para qeverisë sonë deri në vitin e kaluar, kur ishte 2.3 miliard euro, dhe këtë rritje ekonomike ne përveç se shpërndojmë, duhet të kujdesemi që dhe të ketë drejtësi. Ata të cilët kanë zhvatur në të kaluarën, qofshin ato pasuri natyrore ose buxhet shtetëror, duhet ta kthejnë euro më euro, cent më cent në shtetin e Kosovës, sepse do të themelohet e funksionoj byroja për konfiskimin dhe sekuestrimin e pasurisë pa justifikueshme e të palegjshme.